Nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor Komunal, njësia rajonale në Tetov kanë bërë të ditur se në Tetov ka 4 ndryshime të vendvotimeve. Me këtë rast, bëhet e ditur se qytetarët të cilët në zgjedhjet e kaluara kanë votuar në objektin e vjetër të shkollës së medicinës, objekt ky që tash është në renovim, të njëjtit qytetar do të mund të votojnë në objektin e gjimnazit Kiril Pejqinović. Bëhet fjalë për vendvotimet 1925, 1926, 1927 dhe 1927/1. Ndryshime në vendvotime do të ketë edhe për votuesit të cilët kanë votuar në shkollën tekstile. Për shkak të prishjes së objektit të shkollës tekstile, banorët e kësaj zone do të votojnë në objektin e qerdhes Rinia në fillim të rrugës për në Falisht. Bëhet fjalë për vendvotimet 1941, 1941/1, 1942, 1942/1. Në ndërkohë, një ndryshim tjetër është edhe për disa votues të cilët deri më tani kanë votuar në objektin e ri të shkollës së mesme të medicinës. Bëhet fjalë për banorët të cilët në dokumentet e tyre janë me adresë banimi Rruga e Lindenit pa numër. Prandaj të gjithë ata qytetarë që kanë këtë adresë do të votojnë në objektin e shkollës fillore Istiqball. Ata qytetarë që kanë votuar në vendvotimin 1944 në objektin e shkollës së mesme të mjekësisë, të dielën do të votojnë në vendvotimin 1924 në shkollën fillore Istiqball. Krahas kësaj, siç njoftojnë nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor Komunal, njësia rajonale në Tetov, banorët të cilët kanë votuar në objektin e ri të shkollës së mesme bujqësore, i cili është duke u renovuar, të drejtën e votimit do ta realizojnë në objektin e vjetër të shkollës bujqësore.